Duhet të them se si erdhi lajmi. Lajmi, unë isha e caktuar të jem prezantuese atë ditë të lajmi, por ne kemi pas një bashkëpunim të ngushtë mes meje, me Aslan Bajramin, që ishte koordinatori redaksis, me pultin realizues, do me thonë kishim asoko një bashkëpunim shumë të ngushtë, sepse puna në televizion është punë grupi, punë kolektive. Nuk mund të jepja unë lajmin vetëm, në qoftë se nuk do ma lajmëronte Aslan Bajrami. Shtu që Aslan Bajrami dhe një koleg tjetër, Esat Brajshori, që ishe regjisori lajmeve, unë isha në studio dhe sigurisht këtë trekant që ka funksionuar për mrekulli. Dhe në fakt ne kishim djeni se pas konferencës së Rambujes dhe në shkrimit të asaj marrëveshjeje për ndalimin e luftës, për ndërprerjen e luftës, e dishim se do të pasonin sulmet ajrore të NATO-s mbi caqet politike, policore dhe ushtarake serbe. Mirë po, nuk e dishim me punë sekondash, po e dinim që atë ditë do ishte. Nga i merrni këto informacionet? Ja, tani kishim bashkëpunime me redaksit e ndryshme me ashtu dhe kur dikush ishte kujdestar në redaksi, tjetëri ishte në studio dhe Aslani i rinte gati punës sepse kishte atë përgjegjësinë. Edhe pastaj jo me, do të thonë, me CNN-in e me ato, edhe pastaj edhe bashkëpunëtorët tonë që ishin në kuadër të NATO-s, kishim, pastaj edhe përmes antarëve të shtabit të përgjithshëm, kishim krijuar lidhje që të merrnim informacionin e duhur dhe të japim në kohë reale. Edhe sa po ishin nis avionët, Aslani e lajmëron regjisorin e lajmeve, Esat Brajshorin, është më thënë ajo puna teknike, dhe Esat Brajshori më lajmëron mu, por ndërkohë që edicioni i lajmeve kishte përfunduar dhe shkonte sigla përfundimtare. Dhe më thanë që ti duhet të shfaqesh përsëri dhe të japësh njoftimin. Edhe unë me të thënë drejtën, sigurisht se ne dim të menaxhojmë situatën, po megjithatë edhe unë isha njeri, edhe unë kisha emocionet e mia, kisha njerëz të mi këtu, isha i lidhur ngushtësisht, do me thonë, me luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, edhe sot më duket se sikur gjithnjë duke qenë e lidhur ngushtësisht me ta, sikur isha paracaktuar, isha me fat që unë do jepja këtë lajmin. Dhe pastaj unë dhash atë njoftimin, edhe normalisht e dhash atë njoftimin edhe thash edhe përpara, derisa në ato pak sekonda mu shfaqë gjitha ajo kronologji e gjitha ngjarjeve historikisht se si ka ardhur deri aty, sepse gjërat nuk lëvizin vetvetiu, nuk vjen ashtu, do të thonë, me atë sa mbaj mend unë, me atë sa kam lexuar historinë, gjitha ajo kronologji historikisht më është shfaqur përpara syve, deri te